Mirëmbrëma. Tundet Amerika nga deklaratat e forta të këngëtarit 50 Cent. Këngëtari 50 Cent, për ata që nuk e kanë parë në lajme, ka bërë një dokumentar me 4 seri, kushtuar trazirave të fundit dhe problemeve me Puff Daddyn, pra i është dedikuar Puff Daddyt. Dhe pse po flasim tani që tundet Amerika? Dëgjojeni me vëmendje që të kuptojnë se në çfarë bote jetojmë, sepse ka disa gjëra që fshihen ndonjëherë dhe nuk mund të bëhen publike për shumë arsye. Por ne do ta diskutojmë së bashku. Janë teori konspirative, por ne do ta diskutojmë së bashku këtu. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos, shpërndajeni këto informacione dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Më falni që e them shpesh, por ndonjëherë do kush kalon këtu rastësisht, nuk ju kushton asgjë të bëni like faqes. Po thoshe që 50 Cent ka bërë një dokumentar kushtuar Puff Daddyt. Po pse e ka bërë këtë dokumentarin dhe pse tani? Në fakt, shumë prej shokëve të tyre, madje edhe disa gazetarë që janë pro Puff Daddyt, thonë që ky është një skandal sepse përveç problemeve që po has tani Puff Daddy, sepse është dënuar 4 vjet burg, sentenca është marrë, pra gjykimi është bërë dhe ti s'ke pse të dalësh tani, si thonë këta, dhe të gjykosh Puff Daddyn. Mirë po, unë lexova gjatë, kontrollova shumë, pash një pjesë të dokumentari, sepse është në 4 seri një pjesë të vogël, pash lexova të gjithë historinë, lexova që të gjithë historinë në anglisht dhe në italisht. Në italisht mungonin disa hapa, por unë lexova atë në që ka lënë kohët e fundit 50 Cent. Pse po ja u tregoj këtë? Sepse ky është thelbi i bisedës. Po ja u tregoj për të kuptuar se në çfarë bote jetojmë. Sepse, siç u thash, shumë gjëra nuk mundet që të bëhen publike sepse tundin vërtet botën. Nuk po flasim këtu sepse nëse flasim për disa pjesëtar, nëse preken disa pjesëtar, disa personazh, padyshim tundet bota, sepse Amerika është e lidhur me botën dhe Amerika, le të themi deri tani, ka udhëzuar gjithë botën dhe duhet të jetë, si mund të themi, ajo pika kryesore e të gjithëve, nuk mund të hasi në probleme të mëdha. Atëherë do ta filloj nga 50 Cent. 50 Cent, ose më mirë nga Puff Daddy. Puff Daddy u dënua për rreth 4 vjet burg, 4 vjet e pak, sepse vetëm për disa gjëra të vogla, dhe thuhet që, thash teori konspirative, thuhet që Puff Daddy ka paguar shuma të mëdha marramendse, madje edhe të tjerë që fshihen që mos të dalin emrat e tyre, kanë paguar jo vetëm shifra marramendse, por kanë bërë disa lëvizje gjigande. Dhe që mos të dalin, mos të shfaqen emrat, të paktën kështu thuhet. Dhe Puff Daddyn e kanë dënuar me minimumin që mund ta dënonin, pra 4 vjet. Ç'është e vërteta, flitej që nga para shumë viteve që Puff Daddy jo vetëm ka patur kontroll total të muzikës së reperve ose të një pjesë të muzikës amerikane, por edhe e botërore, ndërkohë ai edhe ka eliminuar, si thuhet, disa këngëtarë në formë fizike ose eliminuar edhe kështu, pra që të mos ishin më në qendër të vëmendjes. Dhe sipas gjasave ka ndikuar edhe në jetën e 50 Cent. Pse ka ndikuar? Sepse sipas 50 Cent ai u bëi çdo gjë e filloi nga do ja u them tani historinë e tij, pra nga hiçi, dhe kur erdhi një moment ai donte ta kontrollonte, pra Puff Daddy donte ta kontrollonte dhe janë rival, e ka thënë dhe publikisht vet Puff Daddy, që edhe tani në ditët e fundit, që është një skandal i madh ky që po bën, sepse ne të një rivali që unë nuk e shoh si rival, që nga rival të vjetër, thot Puff Daddy. Pra nuk mundet që të dali tani me shpifje kundër meje, thot Puff Daddy, për këtë dokumentarin që ka bërë pra 50 Cent. Por 50 Cent thot diçka ndryshe. Pra sipas tij, mes shoqërisë Puff Daddyt, ata që e frekuentonin kanë bërë rrite, kanë bërë marrëdhënie edhe me të mitur etj, dhe disa prej këtyre janë personazh shumë të mëdhenj, pra që kanë qenë atje në këto rritet e këtij Puff Daddyt, dhe tregohet që
nuk mundet që të shfaqen ose që të dalin ta emra për shumë arsye. Mirë po, tani ndajve kjo deklarata e forte e 50 Cent pra ka tundur Amerikën. Çfarë thot 50 Cent? Tani do ta filloj nga 50 Cent kur lindi, si u bë. Ai ka lindur në vitin 1975, por në moshën kur ishte 8 vjeç i vdiq nëna dhe u rrit jetim. Babai e ka braktisur disa herë, me fjalë dhe kur ishte i vogël nuk merrej shumë me të, megjithatë ai u rrit vetëm. U rrit vetëm dhe që në moshën 12 vjeçare filloi që të futej në botën e keqe, të drogës, e bullallëve që të tilla. Dhe si përfundim, ai kur mori veten, sepse filloi që të rritej, filloi që të bënte muzikë etj. Nga një moment pati rival të muzikës. Kujdes, rival të muzikës. Dhe që aty filluan që ta fundosnin. Ndërkohë u fut edhe Puff Daddy, si tregon 50 Cent. Dhe ai ndose ishte 50 Cent vinte nga Balta, pra nga një botë, si thot dhe ai, shumë e egër, dhe ky ishte një fëmijë jetim. Kjo, thot ai, si thot edhe 50 Cent, nuk do të thotë që unë duhet të gjej pretekste për të thënë që mund të zgjidhja një rrugë të mirë. Mirë po ajo ishte bota ku unë jetoja, nuk dija më shumë, thot. Dhe unë kush do më mësonte. Dhe si përfundim, thot, u bëra i keq ashtu si ishte edhe të tjerët. Por kur e kuptova, thot, unë ndërgjegjësova dhe fillova që të kisha jetën time të qetë. Nga një moment filluan rivalitetet, qoftë të muzikës, por qoftë edhe rivalitetet që pse ky nuk gjendej më pra të shiste droga, bullallë që ç'është ato. Dhe e qelluan sa me një breshëri armësh në vitin 2000, sa që kujtuan se kishte vdekur, sepse e qelluan nga të gjitha anët. Si përfundim, ai mundi që të shpëtonte, gjatë një sër operimesh mundi që të shpëtonte. Nga një moment, pra nga momenti që ai filloi që të kishte që u bëbuj kjo vrasja e tij, sepse kujtuan se e vran, nga një moment Eminem kërkoi dhe tha, unë do të ndihmoj. Në fakt, Eminem e ndihmoj me para, e ndihmoj me studion e tij, e ndihmoj që të regjistronte këngë të tjera etj. Eminem ka ndihmuar edhe të tjerë, kujdes. Dhe në fakt 50 Cent çdo fest, çdo gjë, çdo falënderim ai ja jep gjithmonë atij Eminemit, sepse për të thot është njeriu thot që unë nuk kam patur asnjëherë të pranë meje, pra njeriu që më ka ndihmuar për herë, dhe unë nuk do të rresht kurrë thot pa e falënderuar. Dhe po thosha, gjatë kësaj periudhe që ai u rrit, sepse nga ai moment u bë i famshëm, pra nga momenti që ndihmoi studioja dhe njëkohësisht edhe Eminemi me disa këngë të reja etj. E ndihmoi edhe në disa mënyra të këngëve, dhe si përfundim 50 Cent u bë i famshëm. Nga ai moment Puff Daddy kërkonte që ta kishte nën kontroll, sepse Puff Daddy kishte në kontroll gjithë muzikën e këtyre të zime. Dhe si përfundim ai kishte frikë se mos dilte më i fortë, dhe që atëherë filloi rivaliteti. Dhe mendohet, të paktën kështu si thot edhe ky 50 Cent, mendohet që i kishte futur pikërisht Puff Daddy për ta vrarë. Ashtu siç thot ky, ashtu siç vran edhe të tjerë, sepse thot kanë ardhur në shtëpinë time thot për të më rrahur, kanë rrahur gruan time aktuale që ishte e fejuar atëherë Casey, thot 50 Cent, kemi të dokumentuar çdo gjë, pra unë thot e kam që të gjithë dokumentuar. Tani ç'ndodh? 50 Cent kishte kohë, kishte vite, që pas viteve 2001-2002, gjë e tillë, pra kur filloi që të merrte veten, donte që të bënte këtë dokumentar, pra dokumentari që të fliste për Puff Daddyn dhe për krimet që ai ka bërë. Pra në sintezë, ky 50 Cent kishte vite që donte të bënte. Por, ashtu si thot dhe ai, të gjitha ato të dokumentuara, shkoi tek producent, tek njerëz të famshëm, kudo, që të gjithë i mbyllën dyert. Bile, njërin që gjeti një producent të fortë, që tha, ky tha, ndoshta e bën, u folën çdo gjë në rregull atëherë, në një moment u tërhoq. U tërhoq, tha, nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot, sikur i kishte thënë dikush diçka që kujdes, se do të heqin qafe. Dhe që atëherë ai nuk mundi.
Tani që ndodhi që Puff Daddy gjendet në burg dhe është shumë i dobët se që ishte dikur, sepse tani nuk ka më si më përpara, dhe 50 Cent tani doli me këtë dokumentarin për Netflix dhe ka bërë bujë të madhe. Po pse ka bërë bujë të madhe? Pikërisht pra, sepse tregohet, 50 Cent thot, unë nuk di gjë, thot, unë di vetëm për atë, thot. Ai që ka dashur të që të më shkatërroj jetën, së bashku me familjen time, unë për atë flas, thot, dhe di shumë mirë, thot, se çfarë krimesh ka bërë. Ka vrarë njerëz, thot, ka bërë drogë, ka bërë këto, ka bërë me fëmijët e. Nëse gjithë ato që ka bërë, ai thot që i ka treguar në këtë dokumentar. Unë dua ta shoh këtë film dokumentar quhet, që është me 4 seri, dua ta shoh, por doja t'ju thosha me këtë që në sintezë ka tundur pra ky lloj dokumentari pikërisht pra sepse mendohet që tani që ai është më i dobët dhe nuk mundet që të lëviz dot gurët, pra Puff Daddy, të gjithë ata që ai kërkon që i ka brenda në atë listë që shumë e din këtë edhe në Amerikë e din, kanë frikë se mos dalin tani nëpërmjet këtij dokumentari, sepse dokumentari është tepër i bujshëm. Për më tepër kam dëgjuar që kanë folur shumë për këtë dokumentar. Pra një dokumentar, një film dokumentar i thjesht që ka bërë 50 Cent, por ka bërë një bujë të madhe. Dhe pse e bëra që të gjithën këtë? Pikërisht pra sepse në atë parë një kontroll total i Puff Daddyt i muzikës në të gjithë anët. Me dashje po pa dashje duhet të jesh këtu, i thoshin. Duhet të jesh tek unë. Pra qoftë në shoqërinë e tij që ti ishe i shkruar, por qoftë të ndiqje disa rregulla të tij. E dyta, mbas tij shkonin miliarder nga të gjitha anët. Pra shkonin për shumë gjëra. Nuk dua t'i citoj edhe një herë ato që tash më përpara. Dhe ky ishte fakti i dytë, është fakti i dytë. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, ai ushqente, si thuhet, derisa përpara se të vinte Trumpi, kujdese, përpara se të vinte Donald Trump, ushqente disa personazh të famshëm, disa thonë edhe të botës së politikës, që ta mbanin, që t'i mbante mos të kishte probleme. Dhe në qoftë se ai fillon dhe flet sot, pra dalin emra që ne nuk i dim, askush nuk i di. Pra merreni me mend se në çfarë bote i jetojmë, duke vënë re, pra një linjë, le të themi, të vogël që është muzika e rapperëve, merreni me mend tani në çdo fushë tjetër se çfarë ndodh. Dhe kjo është ajo që e kontrollonte vetëm ky, pra ky Puff Daddy, sepse ky ishte, le të themi, ai pjesa kryesore e grupit. Pastaj ne nuk dim gjë, ndoshta këto janë edhe fantazi, ndoshta edhe janë gjëra që mund të jenë, nuk e di, por unë nuk besoj që ky 50 Cent të tregoj dokra, sepse si thot dhe ai vet, unë nuk më intereson thot përpara se kam thot. Kjo thot ishte ajo dëshira që unë kam patur, që pasi më kanë qelluar thot, që doja t'u tregoja njerëzve thot, atë që unë çka di unë thot, për atë që ai më quan rival, pra për Puff Daddyn. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj, nëse keni dëgjuar këto të fundit apo këtë histori, dhe ta diskutojmë. Sepse kjo është një anë të atyre që janë në Amerikë, por unë mendoj që këto gjëra ndodhin në çdo shtet të botës. Le ta diskutojmë. Hajde, natën e mirë.